Laboratorët mjekësorë qëndrojnë në zemër të sistemeve shëndetësore, sepse 70% e diagnozës vendoset nga testet laboratorike. Ekzaminimet laboratorike në specialitetin e endokrinologjisë kryejnë një rol të rëndësishëm në diagnostikimin e saktë dhe trajtimin efektiv të gjitha patologjive hormonale. Për diagnostikimin, monitorimin dhe trajtimin e sëmundjeve reumatizmale dhe atyre autoimune, ekzaminimet laboratorike ofrojnë informacionin e domosdoshëm. Asnjë pacient nuk mund të nënshtrohet trajtimit onkologjik pa një vlerësim paraprak adekuat me anë të analizave hematobiokimike, të cilat kanë një rol të rëndësishëm edhe në ndjekjen dhe diagnozën e këtyre pacientëve. Shumë sëmundje dermatologjike janë imituese të njëra tjetrës. Vendosja e diagnozës së saktë arrihet falë vlerësimit klinik dhe atij laboratorik. Laboratori është pjesë shumë e rëndësishme përpara çdo interventi kirurgjikal dhe për më tepër në terapinë intensive në ndjekjen në dinamikë të gjithë pacientëve. Për ne si kardiolog, laboratori është thelbësor për parandalimin primar dhe sekondar, si dhe për diagnozën e sëmundjeve akute të zemrës. Në patologjitë e traktit gastrointestinal, ekzaminimet laboratorike përbëjnë një element të rëndësishëm diagnostik. Laboratori ynë garanton shpejtësi, siguri dhe saktësi. Thank you.